To ishin kështu, po do ta ngacmoja pak zotin Guri për një hollësi të vogël zoti Guri se përmendet atë ishullin Othonoj, po harua atë ishullin gjigant Barketa zoti Guri që del një pëllëm, përse i themi në ndena na e piri, përse kaq del se e pash edhe të Fevziu që kishte dalë aty, një maja me zi del maja mbi ujë që merr atributet e një kontinenti gjigant të zoti Guri. Pak dua për këtë se e di që ti mund të flasësh me orë të tëra. Po ç'është gjithë ky ishull gjigant për zoti Guri? Në rallën tjetër do ta trajtojmë me emision special sepse jemi në prag të vajtjes së zonjës ministre të jashtme. Që sugjeruam që të ketë kujdes gjithmonë, po. Ndoshta do propozoj si akademi që trajtojmë pikërisht javën tjetër pikërisht kufit e dedit se jemi në prag që të ndihmojmë ai sa qeverinë, qoftë akademia është anashkaluar, qoftë presidenti është anashkaluar, ose presidenca, qoftë parlamenti është anashkaluar, besimet fetare që gjitha këto janë bërë nga parla greke. Parlament, qeveri, presidencë, besimi fetar, pedagogët, admiralët, që gjithë janë pyetur. E kundërta, që të gjithë nuk janë pyetur. Bike përgjigje juaj. Qoftë ishu i Barketa, është një tamam një shkëm, Barketa ku nuk banon njëri. Midis Korfuzit, është në gjiun historik të Sarandës, Sarandë e Korfuz, është një ishull që gjiu ankizit, e kemi thënë nga qerë, një shkëm që ere ka batica dhe ere e lëshon vetën, delën të përfaqe. Rezik do përplasën në një do është duke të fare. Bie në mezin e kufirit, dhe aty ne mendohet me metodat e mateve që janë të ndryshme, ku gjithmonë sigurisht është ujk i vjetër më për këta mos kuptojmë, ujk i vjetër greku më dhe. Ai bën me matje krejnë ndryshe nga matje tona. Dhe ai fiton që në matje, që në atë, që në pazar pari ka 50 pikaj. Pastaj ndan ti 50, që në dytë ndan 25-25, ai vetë 100 kilometra katrore i ka të edhe. Othonoj ka qenë ishull 10.000 vjeçar shqiptar, ose ishulli far, i banuar nga 200 piluriot deri para 3-4 vitesh, kur ishin diskutime 2018, 19, 20, 21, tani me baktit e veta, me baktit e veta, piluriot, shqip, flitet shqip akoma. E diti që në Korfuz flasin 70% e shoferëve, lagjeve, qytetarëve, flasin shqip akoma, deri para viteve 2000 pashkuar mirë gjithë shqiptarët, shqip! Taksisti, jam nga fjeri, thoshej. Nuk thonë që jam edhe ta zëmë nga i mara që e nga tronë dhe njerë. Ore nga fjeri. Do t'ja ulim vlerën diskutimin që do kemi për këtë çështje në emisionin tjetër, nëse ne e shtjellojmë shumë këtë. Mirë, po sipas vendimit tim. Dhe Othonoj sot ai përçon pallate të ndërtuara, përçon general ushtar për të qenë ishulli i banuar, në mënyrë që të matet me kufirin ton kontinental të ndahet për gjysmë. Unë jam dakord zoti Fredi, që të vëmë në dukje faktin që edhe unë e njoh ministrin e jashtme, e cila është patriote. Edhe kam pas rastin që të bisedoj me të, edhe uroj që ADN-ja saj do të buburojë në mënyrë pozitive përveç direktivave shtetërore që ka, edhe ajo biles kam përshtypjen që është nga jugu i fort, edhe shpresoj që tjetë një mbrojtëse e fort e kësaj të vërtete. Të lumë goja. Më ka bërë përshtypje një fjalë që ajo ka thënë në mes të Athinës, ka thënë që ishte koha kur flite shqip gjithandej. Do thënë më tha në sytë atyre që tu është folur shqip gjithandej. Se vajzë e Piros është edhe e Pali. Po. E Piros dhe e Pali. E Piriote. Piro është emër tipik shqiptar, Pali po ashtu. Nuk më thënë që për këtë ishull një gjigant të Barketës, që është aq gjigant i madh që ka gjithë ato vlera. Me dy fjalë. Tash, është shkem për banim, ndryshe nga Othonoj të lutem. Ndryshe nga Othonoj që nëse me Italinë mori, me të thënë zoti Pingulli, dhëmbi atje ku, si thonë, të dhëmbë atje ku dëmbi. Pra, në këtë moment tani, do vim ke ajo shqetësimi juaj. Kishte peshë të madhe. Po, ajo u nda me 3 pikë në lidhje me Italinë. Këtu ndahet me pikë barabarta. Kjo është shumë e rëndë. Që të japësh një ishulli të pabanueshëm, të japësh jo pikë të pjesme, po të japësh pikë të plota, sikur me qenë kontinent, kjo është e papashme për një qeveri si punë jon. Okej. Shiko, një nga atraksionet e mëdha turistike janë dhe mitet. Thash, kam jetuar disa vite në Itali, po shikoja mënyrën se si ata
mitizonin gjëra. Ore, pizza napoletane, e kam brevetuar, e kam patentuar, dhe talleshin ca me Sazan Guri që thoshin për kosin e për ato, që kishte shumë të drejtë Sazan Guri për mua, që thoshte, ta patentojmë të kosin. Pse? Po është që bimësia aty, që ushqet blektoria, që ajo lloj blektorie, raca e veçantë e vendit, dhe del ai kos aty i papar, që ndonjëherë në restorante zona thotë që kos grek të themi ndonjëherë ose sallat greke. Por e mund të quhet sallat shqiptare më burse, sallat me domate me ca sopa djati, që e kemi ngrënë gjithë jetën ne. Thoj sallat fshati, sallat shqiptare, siç shkruhet te rezorti Zotit Pinguli, edhe bujtina e Zotit Guri, sallat shqiptare, thoj kos shqiptar, po talleshin që pse Sazani donte ta patentonte, po le ta patentonte më burr, është bërë pizza patent, që qash një cop brum aty një petull me çik salse me çik djath, patent, pizza napoletane, dakord, janë të zotët, për këtë ju e shkapelen, dhe krijojnë mite të papara, është krijuar një mit për një shtëpi në një qytet italist, thotë, këtë shtëpinë e kanë bërë ëngjëjt e shtëpi e Madonës, në bërë në Izrael, se që kanë dhe gurët si të Izraelit, dhe këte kanë marrë ëngjëjt me krah dhe kanë sjellë në Loreto, më duket nuk se mbajmë në një çaj qyteti, dhe është një objekt i vizitueshëm i papar, janë të gjitha në funksion të turizmit për cilin ne po flasim tani. Domethënë ai ka krijuar është një kish e vogël, që ata thonë kjo kish është ndërtuar në Izrael dhe ka qenë shtëpi e Madonës, por e kanë marrë ëngjëjt e kanë sjellë këtu dhe vu njerëzit, sepse domethënë njerëzit janë shumë të prirur të shkojnë bas miteve, edhe gjejnë atë qetësinë e vet shpirtërore, edhe shkojnë atje, po si, domethënë nuk besoj që të kesh shqiptar që të besoj që një shtëpi e kanë marrë ëngjëjt me krah, ka shkuar atje, këtë unë e quajnë çik supremaci tonë që nuk i ham këto gjëra, po një pjesë shumë e madhe e botës e beson dhe shkon atje. Ke ato që shtetet tona fqin, popull fqin, të mbetojnë apo marketojnë produktet e tyre, është me vërtetë që për të marrë shembull, bravo. Edhe është e çelishme që ti nuk marketon megjithëse ti e ke natyror, e ke bio, e ke një prodhim të vjetër, për shembull. Kur thotë ai feta djathi, nga vetë fjala. Po feta, po. Fet, para se të jetë feta, është fet, një roksh. Dhe para se ti ishte fet, është një fletë e ollë, risk buke, fletë e gjetës, së pemës, pa fletë, laja bie duhet fet. Dhe ndërkohë që... Po dhe me ana mbrapa prap shqipësh, po. Në rregull, ndërkohë që juve përmendët disa herë që ne kur kemi thënë që Llalla të marri një lloj profecie, një lloj marketingu produkte shqipe që është normale, sepse dy popujt në botë që përdorin kosin, është vetëm populli shqiptar dhe ajo pjesë e Bullgarisë që janë thrak. Pra thrakët edhe Thrako i lirët, bashkojnë po me gjuhën. Që përdorin kosin dhe enzimat në stomak i kanë shumer më të larta dhe prandaj nuk sëmurën kur shkojnë nga Shqipëria në Gjermani dhe kundërta, po të vini Gjerman apo një shtetas tjetër i Europës. Prebiotikët. Po, sepse ne kemi antibiotikët pikërisht me anë të këtij përmedi. Dhe bërja e kësaj e këtij produkti shqip me një farë mbrojtje UNESCO, sepse Bernati me atë patent UNESCO ka atë turizëm. Nuk është edhe këto me këtë patent që po të kishte Llalla, kosi edhe shumë produkte tjera shqip. A dini ju që qoftë dhe çiftelia. Po, qoftë dhe çiftelia, qoftë dhe lauda. E dini ju që Kaberneti që është prodhuar dikur, djathi francez, është formula e djathit në Vermosh. A dini ju që Kaberneti në Francë është formula e Kabernetit në Tropoj. Sepse Tropoja hasi sot nuk ekzistojnë ato vreshta, sepse kur së muren vreshtat e Burgonjës apo të Romës, marrin kalemat në 4 vende. Originalet zotë në Lindje, në Korç, në Saran, në Jug, në Kavaj, në kodat e Romanatit, në Kavaj 3 dhe në Tropoj 4. Dhe shqyqyr që kemi ruajtur. Ajo merret kalemi që të shëndoshi kur është me Covid një vreshtari në tjetër. Pra, to që ne 5000 vjet që të bëjnë shartimin. Që të bëjnë shartimin që ta përmirësoj. Njësoj si me piti si njëri një antibiotik. E njëjta gjendje. Në qoftë një bleja, unë doja të diskutoja çik nga ato që Zoti Pingli. Zoti Guri. Po, faleminderit. Fjala për ju. Ai është një libër sa i vogël, aq edhe i madh. Dhe aq i vlefshëm. Edhe aq i vlefshëm se përmbush një strategji se ku duhet shkojë shoqëria shqiptare që na vun apo e vun veten. Kjo është për të shtuar ti. Që në 35 vjet, në vend se të bënim një hap me një lloj profecie që këtu bëhet, ne sot gjoj i ri, gjoj e re, gjoj nxënës, gjoj mama, gjoj nën.
pregatit fëmijën në përshkolla të mesme se si t'i iki. Kjo është shumë e rëndë. Shumë e dhimbshme kjo. Ndërkohë, zoti Pingulli, prandaj luftojmë me këtë emision. Të vetme gjë që dështoi Çubillovici për zhbërjen e shqiptarëve të Kosovës, i mendoi që të gjitha. Ti çonte me trenën, të pritesh të shkëlqyshëm, ti jepeshin lekë për të ikur, ti nxjesh jetë aty ku ishe. Po të gjitha, 37 pika. Në vitin 1937, ai mendoi 37 pika që unë kam një libër tjetër, 40 projekte se si duan të zhbejnë Shqipërinë, dhe në 37 pikat ai një nuk llogariti dot që nënat shqiptare të Kosovës nuk në kuptimin e zhargon pollën, se edhe poll, pjellje, pediatria vjen nga fjala pjell. Nuk është ne sot e përdorim për lopën, për kafshët, por nënat shqiptare lindën atëherë, bën me le, me shumë fish i fëmijëve për familje. Dhe se një do ta vrasi sërbi thoshin ata. Do vej ushtare kështu, prandaj e llogarizin. Këtë nuk llogariti dot ai, prandaj do doli projekti 38 tek që kam unë 40 projekte i Rankovicit me Enveri, pastaj doli i 39 dhe i 40 është sot. Ky 40 sot e tham çik, por s'është pjesë e emisionit, që një vendim që duhet i ka dëbuar shqiptarët, jo i ka bërë të ikin, sepse ikën pronari në Shqipëri. Ikën ai me gjendje të mirë ekonomike, ikën ai me biznes të caktuar, ikën ai që shet gjithçka vetëm të iki. Pra kjo nuk është 91-shin apo 2001-shin që ikën njerëz që kishin një problem ekonomik me vendin apo me veten, me familjen, dhe për një jetë më të mirë. Sot nuk ikin për një jetë më të mirë, ikin për një jetë më të lirë. Kështu që ndryshimi është shumë i madh. Dhe këtë që zoti Pingulli parashtron që a mund të bëhet Shqipëria duke bërë një etikë, pastaj duke bërë një etikë sa individuale aq edhe kombëtare. Po si mund të ndërtojmë një etikë kombëtare kur tu themi nuk bëhet? Atëherë nuk duhet të thënë fjalë. Nuk duhet të thënë kurrë fjalë. Nuk bëhet. Prandaj unë jemi këtu për të thënë që bëhet. Që bëhet. Bravo. Faleminderit. Po ne i kemi shkollat anti-shqiptare më. Po. Ne kemi shkollat që mësohet më shumë për Greqinë, për historinë e lashtë greke, e kështu gjëra, sepse kështu. Kohët e fundit, edhe këtë vitin e fundit, me ndërmjetësinë e fortë tonë si prindër, kemi bërë që të futet legjendat e Mujës dhe Halilit